Mundem? Patjetër. Shqipërejsi. Atere, Ardit Murataj, që unë e njoh që kur ishte i voç këlfare, po me sa duket... Ikin vitet. Mali me mali, nuk... Jo, mo vitet ikin, vitet s'ikin fare për atë, Shimonika është fringo e re. Mashallah. Po diskutonim tani, ishte një diskutim i zjarrt mes Stenaldos që mendonte se një nga arsyet e daljes tënde nga shtëpia ka qenë koha jote e qëndrimit që është relativisht e ulët në krahasim me ata që ishin pjesë të televotimit, dhe Miri që pretendonte që ishte një përgjigje direkte e publikut për mënyrën se si ti u solle në raport me të. Pra që në sytë e ti dhe të publikut, sipas Mirit, ti dole sikur e preve në pes një miqësi tënde që e kishe nga jashtë shtëpia. E parë në këvështrimin tim nuk ka qenë ashtu dhe e kam theksuar disa herë, do me thënë, unë hyra me Mirin, pata të qasin pozitive me një shok, kur i thonë, me atë që ke ndarë biseda, ke ndarë momente, ke udhëtuar bashkë, bërë një tur, dhe... A mund të pyes Ardit, sa miq jeni ju të dy? Jemi shok, pa nuk mund ta quaj shok të ngushtë, por kemi një raport që pothuajse çdo fundjavë jemi bashkë, kemi një rreth të ngushtë miqësor me njëri tjetrin. Se më bën përshtypje që Big Brother natyrisht ka një datë që mbaron. Normale. Jeta vazhdon. Absolutisht. Dhe nuk e kuptoj se si unë, po mbase unë jam shumë i mbrapsht në këtë botë, se si mund të hedhësh poshtë diçka që ka patur një histori para Big Brotherit dhe me qas do të kishte dhe mbas, për Big Brotherin ta hedhësh në lungë. Këtë nuk e kuptova dhe unë se si e hodhi Mirin me mua, sepse ai pati atë qasje që ti duhet shkosh të sulmosh këtë, duhet shkosh të sulmosh atë. Dhe kur ti nuk e zbatova. Dhe kur unë nuk e zbatova, sepse unë nuk kam hyrë për Mirin, Miri ishte ai i cili më kundërvu në një formë të frikshme. Do ajo fjalia unë këtë Big Brother nuk e humb për ty, pra unë këtë lojë nuk e humb për ty, e thënë në fytyrë ngela dhe thash, okej, dreqi e mori, kur Rogerti çfarë nuk ka thënë kundrejt meje, Malit dhe Stenaldos, po lëre Malit dhe Stenaldos. Ndaj meje, ndaj një personi që ti e ke thënë me gojën tënde, e kam shok. Stenaldo, një njeri që ka ndenjur shumë afër teje, ka thënë për Mirin që për të fituar këtë lojë është i gatshëm të ecë mbi kufoma. Dhe kufomat e Mirit metaforike një prej tyre jetë. Absolutisht. Jam një nga kufomat e Mirit në thonjza brenda asaj loje, por nuk jam as pak pishman për asnjë veprim që kam bërë aty brenda. Ndoshta jam, nuk do thoya pishman, por ndoshta në ca momente një qasje që deri diku ishte pak më agresive se ç'duhet dhe se ç'do doja, por njerëz jemi, prej gjaku, prej mishje, prej shpirtit, kështu që unë e kam shijuar në maksimum. Dhe dua të falenderoj ty, edhe gjithë produksionin. Unë nuk besoj se Arditi do mërzitet, po unë do ta them siç e kam parë unë. Jo, s'ka problem. Unë mendoj që ty të përdorë në lojë, jo Miri. E para një herë Stenaldo të përdori, duke hequr Malin dhe duke të vendosur ty, duke hequr Malin dhe vendosur Mateon. Jo, hequr Malin dhe vendosur Mateon, dhe vendosi Mateon, që ishte më i fortë se Shëndriti, ku ndërkohë mund të vendoste Shëndritin. Në qoftë se ty Stenaldo të kishte shok aq të ngushtë, e para. E dyta, unë mendoj që të ka penalizuar shumë dhe qëndrimi yt me Mirin, sepse ti hyre si shok i Mirit. Po, absolutisht. Dhe nuk ishte asgjë të keqe, dhe gjithë këtë pakënaqësi që kishe ti ndaj Mirit nuk të ndalonte askush që ti ta ndaje me Mirin. Miri, mos më jep mua urdhra. Miri e ka, unë mendoj që Miri fluturon pak aty, i ka lëshu pak plumat. Pse e them këtë? Sepse Miri dhe mu kërkon të m'japi mend këtu. E ka këtë problem, por Miri duhet me ja thënë. Dhe unë mendoj që ti duhet ja thoje Mirit se ti duke hyrë nga jashtë, duke parë reagimin e Mirit, se si perceptohesh, ti duhet të thojë, "O Miri, ulu, ti nuk më jep dot urdhra mua. Unë kam ardhur të bëj lojë për veten time." Dhe ti ndoshta do ta sillje Mirin pak në një moment që mos të thyen te ty. Sepse Miri u ndje po themi i tradhtuar dhe atë e rekomandoi, e propagandoi në lojë gjatë gjithë kohës, gjë që dhe ty ajo të gërposi në një farë mënyre. Dhe nga ana tjetër, edhe zgjedhja që bëri Stenaldo, që vuri Mateon një lojtar të fortë, po themi me të gjithë të tjerë, se tani ne s'mund të themi që nuk ishin lojtar të fortë. Midis ai mund të zgjidhte Shëndritin, ai mund të zgjidhte Shëndritin, po të zgjodhi ty. Kështu që unë mendoj që ata të përdorën për të hequr një lojtar të Mirit dhe vazhdojnë të kenë lojtar sa më shumë në numër kundër Mirit. Nëse mund të them diçka,
edhe pse Stenaldo nuk është se ma konfirmoi 100% sepse nuk mund ta tregonte atë çfarë ndodhi, qeni një moment që më tha drejtëm pse nuk e dëgjova 2 herë. Dhe pra ajo çfarë më la mua të kuptonte është që nuk i ka dëgjuar gjithë emrat, ka aluduar apo supozuar që Shëndriti është pjesë e televotimit. Po. Dhe për fakt ja ofrova Ja përmendi Ledioni, kështu që gjithmonë njerëzit kur bëjnë gabime, duan gjejnë gjithmonë justifikime. Kështu që mos i beso kaq shumë. Prandaj është Big Brother. Ora, absolutisht, unë në fund të ditës ama ja kam thënë dhe Stenaldos. Për sa i përket pjesës skemave që mund të kenë ndërtuara apo lojës të thonjë sa që është aty brenda, nuk është se çuditem nga asnjë lloj gjëje. Por për raportin që unë krijova me Stenaldin aty brenda, miqësor, sepse ka qenë personi i parë që edhe mbas daljes nga shpella, shumë pak kam nditur me mirë, ka lidhur me një herë biseda me Stenaldo. Pra mënyra se si ne flisnim, mendonim dhe arsyetonim, na ngjiti me një herë shumë. Nuk e gjykoj për këtë. Ardit në jetë të gjithë njerëzit na afrohen për të na përdorur dhe kur i duam në momentet më të vështira kur nuk i kemi aty. Mos do të ti nesër ti ikësh ke fan klubi se shoh që ju ngjit momentin me njëri tjetrin. Hajde Monika. Profesionin Llafazane kam. Ardit. Pyetje si përgjigj, kështu që apo do ja bësh për Jo, do e du për konfirmimun. Mendon që Stenaldo është emri, domethënë që duhet ta fitoj? Të paktën për atë çfarë ka treguar me mua dhe me çfarë kam parë nga jashtë, mendoj se duhet ta fitoj Stenaldo. Pse s'te mirë e bush në botën? Ja, po do bja kontradikt me veten pastaj, do bja kontradikt me veten. Atëherë Ardit nesër do jesh te Kiara. Sa kohë keni pa u takuar kështu televizivisht me Kiarën? Vite, ë? Që do jetë një tani nesër ato të fan klubi, Ronaldo edhe kush merr, duhet të gjejnë atë momentin që ju keni qenë te selekti bashk, sepse është goxha interesant. Që po ja u them që sonte që të vazhdojmë të punojmë. Shumë faleminderit. Hajde të ulemi aty. Okej. Ja këtu duket mosha. Ë? Pse qeshni ju? Po edhe herë të zemrën në Ledion? Jo, se po gabim. Ja me prit se e bëra ajo. Dëgjoj. Ka njerëz që janë të mirë me gishtat, ka njerëz që janë të mirë me gjëra të tjera. Shërbejnë. Po unë me gishtat se janë. Shërbejnë edhe gishtat. Shërbejnë patjetër, po ta thash. Do të reflektosh. Okej, shkojmë në boç, na gjeti me këta. Shkojmë në shtëpi. Si i kuptoj mirë, më shqetësit e këty në... Atëre, yje. Po. Deri më tani kemi patur disa marrëdhënie interesante.